Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku patate me spinaq në furrë. Fillojmë me përgatitjen e patateve. Marrim një tepsi, e lyejmë me pak vaj. Patatet I kemi shtruar të gjitha në tepsi. Do të hedhim pak krip. Edhe I hedhim edhe pak vaj ulliri nga sipër. Patatet I kemi gati për në furrë. Do t'i pjekim për 25 minuta në 220 gradë. Fillojmë me përgatitjen e spinaqit. Marr 5 qep të njuma dhe I presim kohë. Tani do të presim spinaqin. Marrim një tigan, I hedhim pak vaj ulliri. Vaji është ngrohur, do të hedhim qepin. Qepët janë të kuqër, dhe tani do të shtojmë spinaqin. Hedhim pak krip. Hedhim edhe pak paprika. Edhe piper. I shtojmë 300 ml double cream dhe në njëjtën enë 300 ml qumësht. I përzijem së bashku. Do të shtojmë 2 lugë miell. Hedhim edhe pak qumësht dhe I përzijem derisa mielli të shkrihet. E shtojmë mielin brenda, e përzijem salcën së bashku derisa të troshet. Patatet janë pjekur, e kemi nxjerrë tepsin nga furra dhe I hedhim sipër kremin. Dhe tani do t'i hedhim mozzarella të grirë nga sipër. Tani tepsinë e kemi gati, do ta vëmë në furrë edhe për 25 minuta të tjera. Tepsinë e kemi hequr nga furra, është gati. E lëmë që të ftohet. Të
Të dashur miq, kjo ishte receta për sot, shihemi në videon tjetër.